Mirë mbrëma shikus të dashur, mas një pauze të gjatë një mujore, pra 4 epizoda kemi pauzu se kemi pas Ramazanin, tash i kthehemi prap as po as jo në TVN, çdo të shtunë në ora 18 ose në ora 6, çush dush thujini, po kur thuni 6 duni me thonë mramje, kështu që ma mirë thojmë 18. Qka kemi tash kom haru që shudhejqet edhe emisioni, as po as jo, një muj shumë pauze madhe, veç ta këshyrim qa po shkru qëto. Po, mësafiret i pas këm këtu, këtu e kemi me cilën mja fillu mas pare me Rajonin, kiti pas në harusat. Mirë mrama Rajona. Mirë mrama. Qysh je? Mirë. A je mirë? Mirë. E po banë? Sa vjet i ki? 13. 13, në cilën shkollë je? Jam në shkollën Mihajl Grameno Aneksi 2. Mihajl Grameno Aneksi 2, kjo shkolla me plot aneksa. Dhe në është Mihajl Grameno, të një është aneksi 1, të një është aneksi 2. Sa aneksa i ka? 2, që kjo është i fundit, apo, s'ka tjetër. Okej, bukur shumë. Shpët që në shkolla? Shumë mirë. Mirë? Shumë mirë. Sot në klasë je? 7. 7, dhe 2 vjet i pas kënë shkollë fillore. Bukur. Pe i landëve cilat pëlqen më shumë ti? Gjua gjermane edhe arti figurativ. Keni gjuhë gjermane, a? Po. Pëlqen gjermanishtja? E din kështu ma mirë? Di. A din ma mirë anglishtën a gjermanishtën? Gjermanishtën. Gjermanishtën din ma mirë se Po, anglishtën? së di pëse veç. Mirë, gut. Gut. Dallimi mes gjermanishtës edhe anglishtës. Vërtet edhe anglishtja është gjuhë gjermane, po ajo tash ka ndryshu këgja shumë, po që shihet të do fjallë, për shembull, gjermanisht i thojnë gut për mirë, anglisht i thojnë good, me d në fund, këta kanë me t. E holandes i thojnë is goed, gën e shqiptojnë gjithë me h. Dhe thojnë is goed, është hut. Kështë është mirë. E Rajona, konikini kip? Soren. Saren, kush është Sara? Shoqja jeme. Shoqja jote. Sar, kush je ti? Soren. Qa e ki Rajonën? Rajonin e kam shoqe. Shoqe të mirë? Shumë. Shumë të mira? Ma të ngushtën? Po. Po, a? Okej, a e në klasë me ta? Po, me një klasë. Ti a e ki qef gjermanishtën a jo? Jo. 9. U ma shumë pëlqen gjua angleze. Gjua angleze. Okej, mirë. Anglishtja, cila mësoni ma mirë për juve dyjave? Kështu, cila i keni notat ma të mira, krejt 5 që i keni? Dyjat i kena krejt 5, vorët për i Londës. Vorët për i Londës. Kena i Londë din ma shumë sënë, në ma shumë se kjo Për vorë. shambull, përveç gjermanishtës, e din Rajona ma mirë se ti. Spede. Kush e din ma mirë matematikën? Ka i herë ma shumë. Po tu tërë me folë, se të një mas emisionit të një, pse fati që i din ma mirë se në matematikën, po dalu në kesh. Okej, mirë, Rajona dhe Sara e në ekipin, po ta shkojmë të ekipi jo. Alea, a e një klasë krejt? Po, me një klasë jena. Krejt jeni tjetë në klasë, okej. Të pëthën, ti e pas ke Amelën shoqe ma të mira? Soren e ka. Tash, kejte pas këtë Sara, dhe Rajona dhe ashtyjeni për Sarën të shë ka shoqe ma të ngusht? Ja. Nuk shtyjeni, ja? Kështë ka shoqe ma të ngusht? Unë e rri me Soren ma shumë. Edhe Alea, jena kejta të 4 datë si gërë. 4 datë jena shoqë se kështë të ngu. Po dhe jena Ma shumë jam me Soren. Jena shumë të leta me njona tjetërën. Kejt jeni, deri sot, tash, kur t'ja nisin mu shty, tash në emision, kanë mu prish kejt, kanë mu i dhnu. Alea, të pëlqen ty gjermanishtja, jo? Pak. Anglishtja ma shumë, a? Ma shumë anglishtja, po. Bukur. Shkolla, a të pëlqen shkolla kështu në përgjithësi? Po, më pëlqen. Po, pse? Për shkak të shoqeve, për shkak të arsimtarve? Dyat. Dyjat, edhe shoqeve dhe të arsimtarve. Po. Mirë, e Amelën a e ki shoqe? Po, e kam Po, shoqe. e ki shoqe. Amela, edhe ti në klasën e njejtë, Po. gjermanishtja ma më mendja së të pëlqen sa anglishtja. Tashti, edhe gjermanishtja edhe anglishtja janë dy londë shumë të mira, po për mu është anglishtja pak londë ma e thjesht, për shkak se e di edhe adin prej klasës sport kom një uri për këtë gjuhë, amo për gjermanisht kena fillu prej klasës 6. Prej 6, se që ajo ke pyetja e me radhës prej cilës klasë keni fillu gjermanisht, se na mësojshim frëngjisht, e s'kemi mësu gjermanisht. Dhe një po mësojshim gjermanisht. Po, në vend të frëngjishtës. A do këtë e vështirë, gjuhë? Gjermanishtja? Po. Gjermanishtja nuk është shumë e lehtë, amo edhe e lehtë mundet me konë në disa raste. E vështirë është veç kur të vjen për shembull me zgjedhu folje. Edhe për shembull ka shumë raste janë
që me thonë, për dy sene e njëjta fjallë. Për dy sene e njëjta fjallë, do të thonë sinonime. Po, sinonime. Sinonime, do të thonë që Që ta në qëtë rosë është pak më e vështirë. Kone kiti shoqen më të mirë për qëti grupi? Unë me këto kretë kom raporte shumë të mira shoqërore, ama me Sarën, edin... Kejtë Sarën e pas këtë shoqen. Po, Jo, po përloshit ma shumë për Sarën? ja, Aleja po thotë kështu. jo. Se këna vejtë që asë njërën këtë adin jena shoqet ngu. Po, dhe me thonë, pojmë dalime. Okej. Ani mirë. Qes, volum një sanë që se kanë ditë asë këtu. Ta shkëllëthejnë në shkollë kanë mu prish. Jo. Tani vim, bojmë një reportaż, tojmë, prishën vas emisioni, tas po as jo, skandaloze. Mirë, shumë, unë joftum pra me pjesëmarrësit e tona sot prej shkollës Mjal Grameno, aneksi 2 në Fushë Kosovë, Amela, Alea, Sara dhe Rajana, ekipi po dhe ekipi jo. E tash na e filloj me rundin ton të parë. Po, jo, po. Erdhën te po, jo, po, shikus të dashtur, veç janë vendos Alea, Amela, Rajana dhe Sara në pozita. Tash janë në anën po, që kjo vija poshtë, përsheni, është mesi, kur thëmë jo, këseni në anën tjetër. Hajde përja fillojmë. Kush gabon e para, i fiton 0 pikë, fiton hiç pikë. E dyta që del i merr 3 pikë, pastaj 8 pikë dhe fituesja 15 pikë. Hajde përja fillojmë. Jo. Taram. Po. Taram. Jo. Po. Po. Nuk e shkele vinë për pak. Hajde dhe njerë. Po. Hajde dhe njerë po. Po. Jo. Jo. Po. Jo. Po. Po. Sara kthehet në vend. Mërzitën të gjitha, se gjitha e kanë shoqen më të mirë. Sara i merr 0 pikë. Kanë me Amela, Alea dhe Rajana. Po. Jo. Po. Po. Jo. Jo. Hajde, jo. Po. Jo. Po. Jo. Po. Po. Jo. Jo. Amela kthehet në vend. Me 3 pikë. Të shohim tash. Na ka mbet Alea dhe Rajana. Po. Jo. Po. Jo. 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 Po. Po. Jo. Po. Po. Jo. Po. Jo. Po. Jo. Po. Jo. Po. Po. Jo. Po. Jo. Po. Po. Jo. Jo. Tëran. Dyja gabut, po Alea gaboj e para. Dhe më thënë, Rajana i fiton 15 pikë, 15 pikë i ka ekipi po, kurse 11 pikë ekipi jo. Dhe më thënë se edhe 8 pikë të Alejes bëhen 11 pikë. Mirë. Edhe pse Sara doli e para, prap ekipi po është në e përsi, po vetëm 4 pikë janë në e përsi 11 me 15 rezultati, e me këtë rezultat tash dalim të rundi as po, as jo. Erdhëm të as po, as jo. E para e fillon Rajana se ekipi po janë në e përsi. Kush është në përsi, a fillon i pari se kush e fillon i pari, e ka pak më vështirë, kështu që atyre që janë në përsi, ja vështirësojnë pak. E përziva shto krejt, po pedeni. Rajana e fillon e para, kryesorja. Po, fjallën e ndalume, përveç po, jo, aha, ha, cuk, yes, no, op, oj, qëto s'ka drejt me thonë. Ki drejt me thonë po punoj, se ajo është pjesës, ose po në kuptimin e por. Po mësoj, amunëm. Mësoj. Qysh? Po mësoj. Po mësoj ato e në pjesës, a bën, edhe si lidhës kër është po. Për shembull, kesh në quiz po, hupa.
Sa ajo nuk është po, është po. E mirë, çfarë fjale më ndalu? Mësoj. Folje për tani. Po të vesh, kur të bën vet 2, 3, 4, ato nuk vet 2, 3, 4 veta si kena. Kur e bën vet 2 edhe 3 edhe një e shumës nuk nxehen. Apo doni ndaj fjalë tjetër? Sorës, mi ndalu shkolla. Jo, një rajonës. Rajonës një tash. Okej. Kjo është me bo hop pa e kësy gardin. Prit njerë, halo. Okej, më Tash, pja ndalojmë pra fjallën mendoj, apo? A ke mendoj? Mësoj. A mësoj, sorry. Kërkoj falje. E harova, jom plak. Mësoj, 47 vjet, i kom bo para 2 jave. Mirë. 34 vjet i pas në ma shumë se ju. E, 47. s'ki drejt me thonë as po as jo, as mësoj për 90 sekonda. Koha ja fillon me njëherë. Rajon, qysh je? Mirë. A je mirë? Mirë. A mundesh me fol pak ma vetë madhe? Moj? Super. Qa ashtu se s'nisha sen, unë jem shurdu dhe jem plak. A po dok na plak? Nuk po më dukesh. Nuk po më dukesh. A po dok na fmi? Nuk po më dukesh. Okej. Taman, okej. Mirë, sot. Sa vjet i ka mësuesi arsimtari më i ri që e keni në shkolla, e dini? Nuk e di. Nuk e dina? Nuk e di. Okej. Pe cili arsimtar ki shef me mësu, cilën land ki shef me mësu mas shumë ti përveç gjermanishtës? Në art figurativ. Arti figurativ, a ki shumë me mësu në art figurativ a ju? Nuk kam shumë. Vesh me vizatua? Vesh me vizatu. Me qka vizatan? Mozaika, figura e tjerë. Me ngjyra? Me ngjyra, me laps, Me brusha? edhe me brusha. Edhe me brusha? Edhe me brusha. Okej, mirë. A punoni na në kompjuter me punu na i punim? Nuk punojna. Si ka pas një në kompjutera? Nuk punojna. S'na ka japas njerë. Okej, a mëson në shkollë ma shumë në shpe? Te dyat, edhe në shkollë dhe shpe. Edhe në shkollë në shpe? Po e vrejte edhe vetë, ke një po shumë e ullët, po edhe 15 sekonda vesh të kanë metë. Po e vrejte edhe vetë. 75 sekunda i kalove, a? Shtu s'kom qef asone kur më rinë dejtë e fundi edhe binë. Po, mirë, që ka me bom? U gëzun, Alea dhe Amela. Që dështoj rajona. Su gëzun edhe qa shumë, po masi e përmenda, unë e juron me në më gëzu. Po, mirë. Ta shkoj me Aleën, edhe Alea, s'ka dhe të me thonë as po as jo, as krejt ato fjallë tjera, pohimet, mohimet e tjera që i kemi të ndalume, si kemi krejt pohimet, mohimet të ndalume, po disa. Prej tëre, ato që janë tamën sakta si po edhe jo. Si, aha. Në Alies po dojna mi ndalu fjallën shkoj. Shkoj. Se fjalla mësoj nuk është që mirë më ndalu, se kur kush nuk e përdor, qatë shumë mësoj. Lësë rajona nuk po mësoj ke. S'ki dhe të me thonë, shkojmë, ose shkojnë, ose shkon, ki drejt mi përdor. Veç shkoj s'ki drejt me thonë, okej, në vetë parë, okej? As po as ju, as shkoj. Alea, koha për 90 sekundave, ja fillon me një herë. A e bo gati? Gati. A ki ushtru shumë? Kam ushtru. A e kaleshe me sukses kër ushteshe? E kalesha. Kushti, gati ro, kushti ti bëjke pytjet kër ushteshe? Mame edhe motra. Po, a? E ti a e bëjshe pytje aty, ne? Jo. Ani, ma mirë me kry ma herët, mos më munu. 7 diçka sekunda që shumë munu rajona. Pra, tha, jo nuk gudzën me thonë. Kështu që, mbetit me pik njejta, 15 me 11, na ka mbet edhe Sara dhe Amela, po, para se me po, që ka po thojnë Sara dhe Amela, na shkoj me një blog të shkurtër të marketingut. Erdhëm tash të pjesa e dytë e rundit të dytë. Tas po as ju. Rajona edhe Alea nuk mujtën me kalu me sukses, edhe pse janë përgatitur shumë. Tash është koha për Sarën. Pak ma ndryshë është në kamera,
Çfarë fjalë më ndalu Sarës, po më duket veç e patët idenë. Po menoj mi ndalu fjallën voice. Voice. Ose duket që- shkollë. Ha? Njonën. Vojzë dhe shkollë. Hajde shkollë se voice nuk e pak e përdorin. Hajde, a përdoni Jo, voice duhet me ashtu? thonë për shoqe për shembull, veç bën edhe shkollë. A shoqe. Shoqe, fjaloj. Shoqe. Hajde. Një shoqe, shumë shoqe është e njëjta, do të thonë asnjërin s'ki drejt me e përdor. Shoqe. Shoqe buk kollomuçe, ato ishim na në shkollë fillore kur kemi qenë atë, para plot vjetëve. Koha për 90 sekondave e fillon me njëherë, Sara, as po as jo, as shoqe. A i gati, Sar? Gati. Ashtë. A ki dalë në ma herë në televizion? Nuk më dalë. Apo hera para? Hera e po. Apo ki kështu stres, trem, emocione? Pak. Pak, jo shumë, a? Për vrej shumë. S'më pengon. S'po të pengon, a? Ki drejt me thonë as se gjithmonë thojmë as po as jo, as aha, as ha, as në cuk. Që në cuk është thonë as që as tuk të shpru shumë, njajtë fyra i me të sikur fitoj, sikur hupi, mirë shumë, 15 me 11 mbetet prap rezultati, e tash na shkojmë te Amela. Po mas pari e pyesim ekipin po, se çfarë fjale mi janë ndalu. Ai fjallë që ka vështirë, mos me e thonë. Nëse Amela ja del, që me sukses t'i kaloj 90 sekonda pa thonë po jo edhe që atë fjallën ndalume, i fiton 10 pikë, kështu që ju i bëni 21 pikë, edhe ikni 6 pikë ekipit kundërshtar. Po ta këshyrim që ka pëndohë. Apo bëhet 21 me 15, apo po mbetet 11 me 15. Besoj që sot mundeni me arrit vendimin? Fjala që përdojnë me zgjedh Amelës është shkollë. Shkollë. A shkollë, a shkyll? Shkollë. S'ki det me thonë as shkollë, as shkyll, as po, as jo, as aha, as ha, as cuk, as jes, as no, as op, as aj. Koha për 90 sekundave ja fillon me njëherë. Okej. Amela, a e ki ushtru të shumë? E kom ushtru. Okay. Këtu ma mirë me thonë se kom ushtru, se të një thonë, e mirë që ta ka bëjt, se me thonë e kom ushtru e me ka vu të një shumë kesh. Atë vjeni nati kur ju u plojt? Nuk besoj. Nuk besan? A se dina? Jo, se di. Qa me bo. Jo se di, ma mirë me thonë s'kom ushtrua, përshe? Se thonë Po njerë. e kom ushtru, mo strese. Dina? Jo, se di. Stresi i kamerave dhe po këtë unë jam i tëtë shumë kështu shumë, kur më sheni gaboni. Po, mirë. 11 me 15 është rezultati, nuk ja doli asnjëra me kalu as po as jo. Rundin tonë më të vështirë, në vërtet edhe më interesantin, kishte me thonë, dikush e tash dalim prej as po as jo, te rundi i tretë gjeje fjallën. Erën të gjeje fjallën me 4 pikë e përsi, po udhëheqen ekipi po. Kush po del për juve mi spigu 10 fjallë për 60 sekonda? Hajde. Po del Rajana. Vendoset aty. Kimi pas 10 fjallë të ndryshme, e kimi ja spigu për 60 sekonda, Sara nuk ishe fjallët, ja spigon pa e përmend qatë fjallë. Munësh mi ja për kufizimin, si me thonë, qyshon fjallor, munësh mi thonë, atë kujtohet që pa të më folë rrugës për Nisan që folëm, munësh me thonë, jo kjo, po kjo, ose qka vjen mas kësaj, qka vjen para kësaj, në qëfar do mënyre mi spigu, kryesore është kjo me thonë qatë fjallë. Bukur, koha prej 60 sekundave ja fillon me një herë. Ecën për tokë e handjathin, ka qaf ndjas. Është kafsh. Miu. Po, ma shpejt, mësë të tëtë. Bjen me flajtën to. Shtrati. Bravo, hajde. Është e ka formën qështu, edhe hypin kjerë zakonisht ecën njerëz. Rruga. Ura. Ura e sakt. E han lipri, është perim, e han lipri. Karota. E sakt.
Zakonisht e bojna na në shkollë, ngjyrosëm e to me ngjyra ato. Bloku i vizat. E kundërta e bllokut. E ngjisëm në muri, Letra. në muri e ngjisëm. Leta. Hameri. Është prej drunit, i ka qushet e drunit. S'm kujtohet. Si e si mure vizator, Kaloj. hajde edhe tjetrën. Skip. Lohemi me to. Uje. Nuk është ujë, po diçka tjetër. Tampone. E sakt edhe koha kaloj. Mund është mull, hajde e këshyrim qka keni qëllu. Miu, e njek maca, ki mujtë me thonë, shtratin e keni qëllu shumë shpejt, ura, bukur karota, sa për informat, karota mendojmë që gjithë e përmendi qëtë, po gjithë më duhet me përmend që na mendojmë që lepri han karot prej filmave vizatum, po nuk është që i pëlqen shumë karota, ma shumë i han laknat. Piktura ishte që ajo me korniz, do të thonë që e pikturojmë. Po, në këtë rast, një shpjegim mund është me thonë, qka pikturojmë? Thush pikturën. Se pikturojmë është folje, piktura është emër, mund është me shpjegu që ashtu, edhe shamponi ishte i fundit që qëllut, s'patëm mo ko. 5 të qëllume, 10 pik, i keni 25 pik. 25 me 11, ko që ju kanë ikë, po nëse i qëllën i krejt, ose ofër krejtve, mundëri mi u afru, ose mu barazu, edhe mi kalu. Hajde, kush për del? Hajde, Alea. Alea. Bukur, a je gati? Gati. E pove që shluhet luaja sa ma shumë fjali a thush edhe ti qka të që të bjen mend në thush se nuk është që hekim pik nëse ka bën, okej? Nëse do këtë diçka që është shumë shtirë mu spjegu, i thush kaloje, ose që shkeni qef ju me thonë anglisht, skip. Koha prej 60 sekundave ja fillon me njëherë. E kalën kiret, nolën kur është e kuqe dhe i Semafori. E sakt, bravo, Sora, ko. Syzat. sakt. Është flok. 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 Okej, flok. Që thoi ndryshe flokës. Zjarr. E sakt, hajde, thuje. Lujnë me tëp. Ush. Sport është. Basketbolin ashta. Me tëp lujnë Okej, me kom. futbolli. Futbolli e sakt, hajde ma shpejt se s'kemi kohë. A e kalojmë? Ja, e kalujmë. E kalojmë. Ecë në për tokë. Ashtë, kofsh, ashtë. Kofsh. Ecë në për tokë. Po. Është e rrezikshme ajo. Po është e rrezikshme Qarpi. edhe Qarpi e sakt, hajde edhe një. lidhen patikat. Durt. Jo, mund është mull. Toja ishte, toja. Toj. Semafori, syzat e keni qëllu shumë shpejt, zjarin, mund dalet pak zjarin, po sinonim i flakës. Futbolli dhe të futbolli, ka që shumë mbetet, do më thënë me top, në për tokë. Pensionin e kalum se e pas që mundën i mu vënu, gjarprin e qëllut, gjarprin ja spjegove kafsh, okej. Edhe tojen nuk mujtët me qëllu. 5 i keni qëllu me, do më thonë 10 pikë. 10 me 10 jeni në këtë rënd, po rezultati është 22 me 25. Jo, 21, kërkoj falje. Po di me bohe sa, pas me 10 që 4 pikë në përsi janë ende ekipi, po, kështu që tash dalim prej numrave, prej fjalëve në vërtet, te numrat. Edhe në te numrat, tash prap ju pysim juve mas pari, ju bojmë një pyetje ku përgjigja gjithmonë është numër. Nuk janë shumë të lehta, po janë as vështira ka njëherë, po kush e qëllon, kush është më afër, i fiton 10 pikë. Do më thonë, ju ma jepni një përgjigje, pastaj ju ma jepni një përgjigje, kush është më afër, i fiton 10 pikë. Nëse jeni baras, atëherë fiton pikë vetëm ekipit që është pyet i pari. A jeni gati? Pyetja është kjo. Sa sekonda i ka një orë? Diskutojni me zveti, edhe ma jepni një numër. Edhe ju diskutojni me zveti, ma vonë ma jepni një numër, pasi që ma jep ekipi po. Mos thuni njerë, se i ndimon e ekipit kundërshtar, mos bëhe sabë me telefon. E mirë, thash mos ki telefon aty. Hajde, nuk është shumë e vështirë, ma jepni një përgjigje tash.
A keni vendos bashk duni me vendos. Hajde. 3600. 3600. Okej. E sakt. A këshyre ma është e sakt? Ha? E sakt. Po E me sakt, 3600. Okej. Pyetja e lehtë e në këto raste. Pikë të fiton ekipi po 10 pikë. 35 me 21. Kemi nga njerë fëmijë dhe që nuk i din këto pikë, po ja pra ju ishit ndoshta e dishit matematikën ma mirë. Do më thonë veç e bojmë hesab 60 herë 60, bojnë 3600. Ta është pyetja për juve. Pyetja për juve është sa gjatë, që pyetje ma e vështirë ju ka qellu juve, sa gjatë mund të arri, po tash për dy ekipet është, sa gjatë mund të arri akrepi, shkorpioni, do më thonë ai, Po. sa gjatë mund të qëndroj pa frymë, që e mërmendja. Diskutojni me zveti, kjo është pyetje e vështirë. Se jo. A është najt, a është pak. Shumë a pak. Hajde mas e pyetja e vështirë, për ju ndihmoj, është shumë. Shumë. Ti të është pak. A i keni nga i përgjigje? Me thonë, atë pujna me ma shumë. Nësë pak jo. Kur kur nga njësa, e ka po është shumë, e ka thonë shumë, ka tollë 2 miliard. Që ata se kjo për pak. Shme po 36, 32. Okej. Nësë 2 minuta. 22? Po, Qka? minuta. Minuta. Na po menojna që ai nuk ka nevojë për frymë. S'merë frim për menoj. Si. Ja, një numër na duhet. S'ka nevojë për frymë, qa është ajo. Mos kish pas nevojë për frymë, se kishim bo këtë pyetje. 22 minuta. Na po menojna Jo. se 24 orë. 32. Pa? 24 orë. Ju përthuni? 20? 32 mërë. 22 ke po. 22 minuta a orë? A 32 minuta a orë? Ma mirë. Qysh thatë se Ajtë pëthojna 32, ma mirë. 32 qka? Minuta. Minuta. Ju përthuni 32 minuta. Ju përthuni? 24 orë. 24 orë. Okej, 32 minuta dhe 24 orë. E përgjigja e sakt është 6 ditë. Na ma ofër apo. Shumë, ha? Na ma afër. Ai bjen. Ju jeni më afër, po. Ju jeni më afër edhe i fitut. Ja, këtu pak ikët pak, po prap jeni afër, mundeni më afru te mozaiku dhe te rundet e tjera. Kemi ende shumë runde. Po e patët fatin që ashtu që ju ronë, këta ishin të partë në përgjigje. Kështu që tash vazhdojmë me rundin tjetër me rezultatin 45 me 21 për ekipin. Po, deri në 6 ditë pra mundet një shkorpion me qëndru pa frym, kurse mundet një vit me qëndru pa ushqim. Interesante kjo për shkorpionin, kuriozitet. E tash na kalojmë prej këtij rundi të numrave tek pantomima. Edhe në tash te rundi jon, rundi maj qetë, te pantomima me rezultat 45 me 21.
Kush po del për juve mi spjegu 5 fjalë për 90 sekonda. Për çdo fjalë të qelluar i fitoni 5 pikë. Po dalon. Hajde. Hajde dalim, hajde dalim, hajde dalim. 45 me 21. 45 me 21. A e gati? Gati. Unë zgudzon me fol fare, zgudzon as me lëviz boost duke e lexu fjalën edhe pa zot, ja? As me nshu ndaj zhurmë, domethënë këtë pa zhurmë duhesh me ia spjegu fjalët. Kur është Me ndaj gjeste. ha, veç me gjeste, me veprime, okay? Koha prej 90 sekondave dhe 5 fjalë t'ja fillojnë me njëherë. Kompjuteri, tastiera, piano, Piano, e sakt. gota, kofja, Kofja, e sakt. volejbolli, Volejbolli, e sakt. rrethe, Okej, e sakt. Kaloj. Pa fjalë, s'ka tjetër, e fundit është kjo. Së di shmjashi. Apo hek dora? Po presim edhe 40 sekonda. hajde. Ose mendoj në mënyrë, ha? No, me spjegu, s'ka lidhje. Ose me dorë, mund është me spjegu, s'ki nevoj me bo veprimin krejt, aden mund është në qysh me dorë, me diçka të gjejë në mënyrë. E kemi pas shpesh këta. E zhurmë nuk mund është me bo, që ajo është e vështira e kësaj. Jo me lëviz gojen. Trampolina, Trampolina, jo. zinxhiri, Zinxhiri, jo. Mirë, koha, o thuaj se kalaj. Mund është mu në vend, 4 i kene qëllu me 20 pikë. 65 me 21. Ishte lopa pra. Kishe mujtë me bo lopën kështu, me bo ty hongër bari, ose ty e mjel për qëmsht, a nëjësan me bo kështu, ose brinat me ja bo, ka pas disa mënyra të ndryshme. Hajde tash, shkojmë te ekipi juj. Kush për del për juve A mi mund me spigu? dol për personin njëjtë? Mundet më konë edhe personin njëjtë. Më tha një herë ditën. A me dole në qëto? Kohës atë. Okej. Hajde. A jena gati? Okej. Nësë me në Koha prej 90 sekundave në minutë e gjysja fillon me njëherë. Hajde. Me ecë. Patika. Shputa. Uta, hajde, vazhdo. Shpjegoj pak ma mirë, që e bone ecje në fillim. Okej. Skep. Papuqe. O thuje që po tutësh, papuqe pra. Katrore. Kjerre. Karrikja. Karrige e sakt, po pse po tutësh? Pse po tutësh me thonë, dhe së më të madhe. Edhe shpjegoj pak ma mirë, se shumë pak për lëviz duhet. Hajde. Qysh bëhet kjo shumë thjesht dhe bëhet. Hajde. Nëse lëviz gojen, Flutra. po shpjegoj e ti bënu që ajo. Ardo Puta. E tash, okej. Mirë, hajde, kalujmë të tjetra. Ka bon Kapoq. kjo? Ha? Kapoq. Qysh? Kapoq, po hajde, ofrije. Mi bojmë pak, po falë pak ma me të madhe alija, se s'këm të Rrep. të një. Qa ka tjetër aja ti? Mos falë, s'ki drejt me folë. Koha kalaj. Isha mja përshkru mirë pa folë. Jo, po, që s'më me, po, këtë ideja është mja spigu pa folë. Jo, në... Okej, mirë, papuqe, karrige,
Qa jo ke aeroplani, veç me bo qështu, do më thonë veprimi i aeroplanit, edhe pësu afru për dhe Alea do i keme hek dorë shumë herët, ja bëj ke kale. Po ishte pastaj polici. Polici do më thonë e ka altin, e ka kapuqin, e ka pipin, që i bjen, do më thonë që ta këto kanë mujtë me u spjegu që ashtu, po nuk arritet me bo ma shumë, do më thonë ishin 10 pik, 31 me 65, momentalisht rezultati. Do më thonë 21 i patë, tash e keni 31 me 65 është rezultati e prej pantomimës dalim tash te memoria. Erdhëm te memoria. Tash ja fillojmë mas pari me rajonën, ka me thonë një fjallë, pastaj Sara e thot fjallën e rajonës, e shton fjallën e vetë, pastaj Amela i thot 2 fjallë paraprake, e shton edhe një fjallë të vetën, Alea i thot 3 fjallë paraprake, e shton edhe të vetën, e kështu me radhë deri sot gabon dikush. Kush gabon, ja dhuron ekipit kundërshtar 10 pik, pra nga rundi memoria. Ta këshyrim, kush e ka memorin ma të mirë, do më thoni fiton 10 pik. Mos harroni përsërit të gjitha fjallët paraprake. Në rast se kemi të bëjmë me një fjallë që e ka vetëm një shkronjë, atër nuk ngjehet fare. Duhet me thonë e bukur ngjehet si një fjallë, i mirë ngjehet si një fjallë, se një shkronjë nuk ngjehet fjallë. Këto janë rregullat. Ja fillojmë tash me rajonën. Filloja. Pak ma me të madhe se nuk po ndëgjoj. Ti luan. Ti luan mirë. Ti luan mirë futboll. Ti luan mirë futboll dhe Ti luan mirë futboll dhe basketbol. Ti luan mirë futboll dhe basketbol. Gjithashtu. Ti luan mirë futboll dhe basketbol, gjithashtu dhe ti luan mirë futboll dhe basketbol, gjithashtu dhe tenis. Ti luan mirë futboll dhe basketbol, gjithashtu dhe tenis. Por Ti luan mirë futboll apo basketbol. Apo the. Dhe basketbol ishte. 10 pik i fiton ekipi kundërshtar, ekipi po 75. Ka ekipi po. Edhe pse, edhe rajona kur e thani sen ja nisi bam me thonë po e ndroj, e ja falem që aty, tash jëm ty dyshu a kem bo mirë apo jo. Se e thani fjallë ndryshe, e regjia masi nuk intervenoj, pelojmë qashtu, a pelojmë qashtu regjia që shpebojmë? Okej, nuk e tha komplet fjallën, kështu që nëse në ndodhë prap e falim, që ato 75 me 31. Hajde, mirë, tash ja fillojmë me Alejen, Amelën, Sarën, Rajanën. Aleja, thuj një fjallë. katruri. Katruri është. Katruri është Ma shpejt. Katruri është i madh. Katruri është i madh dhe Katruri është i madh dhe figur. Katruri është i madh dhe figur gjeometrike. Katruri është i madh dhe figur gjeometrike me Katruri është i madh. Gabim, 2 herë s'po ta lejojmë. 2 herë s'po ta lejojmë njëjtin gabim. Do më thonë se e fillove kishte qenë pa drejtësi. Bile, dikush kish mujt me thonë që edhe të parën e meritun ekipi jo, po pelojmë qështu, një herë. Mirë, 41 me 75 është momentalisht rezultati. E tash erdhkoa për rundin ton të parafundit, rundin Gjeo. Erdhëm tash te gjeografia, shkoj me pyetjen e parë për ekipin po, 75 pik i ka ekipi, po mundet mishtu edhe 10 pik të tjera. E pyetja për juve është, hajde ta shohim pyetjen, cilën e kemi më afër, Moskën apo Lisbonën? A e dini ku është Moska, a e dini ku është Lisbona? Jo. Moskva.
ose Moska shqip që thojmë, është kryqëteti i cilit shtet? Se dini? S'pom kujto. Ha? S'pom kujto. Lisbona? A e dini? Cilit shtet është? Asnjë në. Okej, atëherë po duni me zgjedh njënën. Veç kështu, që thojmë mja fut. Lisbona është kryeqytet i Portugalisë, Moskva është kryeqytet i Rusisë, kërkoj falje, Federatës Ruse. Ju spjegu pak. Kjo pyetje është veç për ekipin po, pastaj vjen pyetja edhe për juve. Cila është më afër, Moska apo Lisbona? Lisboa, që i thojnë ndryshe portugalisht. Është Portugalisë. Moska është e Rusisë. Na po menojna Lisbona. Lisbona është më afër. E shumë për ju sigurisht keni menduar njëjtë që Portugalia është më afër se sa Moska, kryqëteti i Rusisë, po është e kundërta. Moska është më afër. Për çudi edhe temën, 1873 km në vija ajrore i ka Moska, kurse Lisbona i ka 2578, 0 pikë për ekipin po. Pyetja për juve, cila është më e madhe për nga popullsia, Spanja apo Franca? Diskutojeni mes veti dhe më jepni një përgjigje. Cila është më e madhe për nga popullsia? Edhe kështu si shtet mundeni me paramendu cila është më e madhe, ju ndihmon pak Franca apo Spanja? Edhe kur e paramendoni kështu në hartë, më duket njëjtë kanë cila është më e madhe për nga popullsia, është edhe më e madhe kështu në hartë. A e diskutut? A e vendoset? Po mendojmë që Spanja. Po mendoni që Spanja është më e madhe për nga popullsia? E përgjigja e sakt është Franca. Franca i ka 66 milion banor, kurse Spanja i ka 47 milion banor. Edhe kështu, për nga madhësia, sa e diune, edhe fizikisht si territor, Franca është më e madhe. Mirë, 0-0 në këtë rundë, mbetemi me 41 me 75. Me këtë rezultat. Pra, e tash edhe pak të dalim të rundi final, ende keni gjasa të dy palët me fitu, të dy ekipet, se i dyfishoni pikt. Që na vim këtu, vesh mu knas njerë, mi pa pytjet, me kalu mirë, edhe në fund me pa kush po fiton, me lonë shansa deri në fund, shumicën e rasave, me këshyr kush po fiton. Që njerë shkojmë me një blok të marketingut, me një shkëputit të vëckel, e pastaj kthehemi me rundin e fundit, edhe shojmë kush po fiton, ekipi A apo A. Po apo jo. Erdhëm prap në studio të as po as jo, 75 me 41 është rezultati për ekipin po. Po prap se prap ju mundeni me bo. 82 pikë ju mundeni me bo 150 pikë. Nëse e qëlloni mozaiku. Shkojmë pra me rundin ton të fundit. Final, vendimtar, mozaiku. Rajona, Sara, Alea dhe Amela po presin me padurim, me pase qka kemi sot për mozaik. Kush e qëlloni pari, i dyfishon pikt, nuk ju heken pik për gabime. Kështu që e shojmë pamjen e parë. Mundëri me fol. Nuk ju ndihmoj këtu zakonisht, në fillim, tani ju ndihmoj dy palëve kapak, si qka po duket. A muj? A jënë qizme? S'ki nevoj me kërku leje hiq, veç e thush fjallën. A jënë? Qizme, jo. Akullore? Akullore, jo. A jënë këmbë të njerit? Këmbë të njerit, jo. Si njeri po më të. Njerës. Në fillim duket si gjithë shka. A e qartësojmë edhe pak? Po.
Atë po. Hajde qartësojmë edhe pak. O, ajo nëse headphone-ca? Headphone-ca, këse dëgju se që vinë. Që thojnë ndryshe? AirPods. AirPods-ca. Dëgjuse. AirPods-ca. AirPods-a, jo, headphones-a, qashtu janë? Po, headphones. Headphones janë. Kufje. Po. Kufje, pra. Po, e sakt. Kufje, e qëllu. Kufje ose headphones, tashma si përdorim në gjuhën angleze ma shumë, e qëllu dhe i bëni 150 pikë. Pra, fitus ishte ekipi po me 150 pikë. A mërzitet shumë? Pak. Jo. Pak po, a? Okej. Mirë, qa me bo, qëto e ka kuizi janë, dikush duhet me fitu gjithsesi, dikush ka ma shumë fat, dikush den pak ma shumë najherë, ose i qëllën nej rund maj let, ose maj përshtatshëm, edhe e qëllut pra kufjet, pra headphones, që i thojmë ndryshe. Mirë, faleminderit shumë që ishit me neve, e faleminderit edhe juve shikus të dashët që ishit me ne në kuizin as po as jo. Shihemi pra dhe javën e ardhshme në ora 18, pra të shtunën në 18 në TVNE, edhe në YouTube në vërtet, hyni të TVNE, shkruani TVNE, edhe ja bëni subscribe edhe ju vinë të nkohën informatat se kur e kemi kuizin edhe kur i kemi emisionit e tjera, kogja shikueme edhe kogja të mira. Shihemi javën e ardhshme, kaloni mirë, të falat të me.